Para se të fillojmë këtë histori, dua të di diçka prej jush. A keni dashur ndonjëherë dikë që nuk duhej ta donit? A keni ndjerë ndonjëherë se zemra juaj po luftonte kundër gjithë botës? Shkruani në komente mendimin tuaj, sepse historia që do t'ju tregoj sot është ndër më të dhimbshmet dhe më të bukurat që kam dëgjuar ndonjëherë. Është historia e Arbesës dhe Arianit, dy njerëz që u dashuruan atëherë kur dashuria ishte gjëja e vetme e ndaluar në jetën e tyre. Kishte një fshat larg nga zhurma e qyteteve, i mbështjell nga malet të larta dhe pyje të dendura pishe, ku era e ditës mbante erën e barit të lagësht dhe të tymit të vatrës. Fshati quhej Lumi i Bardh, jo sepse kishte lum të bardh, por sepse dikur, shumë vite më parë, një lum i pastër si kristali kishte rrjedhur nëpër nes tij, duke u kthyer me kohën në një shtrat guri të thatë, si një plagë e vjetër që nuk shërohej kurrë plotësisht. Banorët kishin mësuar të jetonin me mungesën e tij, ashtu siç kishin mësuar të jetonin me shumë gjëra të tjera që mungonin: paqen, faljen dhe harrimin. Lumi i Bardh ishte fshat i vogël, me jo më shumë se 20 familje të shpërndara në përfaqe të kodrës. Shtëpit ishin të gdhëndura nga guri i zi i malit, me mure të trasha që mbanin brenda ngrohtësinë e dimrit dhe freskun e verës. Oborret rrethohesin me mure të ulta guri, dhe nga secili obor ngrihej tymi i kuzhinës në orët e mëngjesit, duke bërë që fshati të dukej si i mbushur me frymë të gjallë. Por kjo frymë kishte dy anë, si çdo gjë tjetër në atë fshat. Sepse Lumi i Bardh ishte ndarë për gjysma, jo nga ndonjë rrugë apo lum, por nga urrejtja e dy familjeve që kishin sunduar historinë e tij prej kohësh. Në anën lindore të fshatit jetonin gjikatët, familja e Arbesës. Ishin njerëz të lartë dhe krenar, me ballë të hapur dhe sy të zinj si nata. Kreu i familjes, Sokol Gjikati, ishte burr i heshtur dhe i fortë, me duar si lope të prera dhe fjalë pak por të rënda si gur. Kishte gruan e tij, Lumturen, një grua me flokë të thinjura para kohe dhe sy plot shqetësim, dhe dy bijë, Mirjamin dhe Arbesën, bijën e vogël. Arbesa kishte 18 vjet kur historia jon fillon. Ishte vajzë me trup të hollë dhe të drejtë si shelgu, me flokë të gjatë të zinj që i binin mbi shpatulla si ujë i natës. Sytë e saj ishin ngjyrë gjelbërimi të thellë, jo sytë e zakonshëm të malsores, por diçka e rrallë, si bime egër që lulëzon në mes të guri. Kishte hund të vogël dhe buzë të mbyllura fort, shpesh si të gdhëndura nga frika e thënies së ndonjë fjale të tepërt, sepse në shtëpinë e gjikatëve, fjala e tepërt kushtonte. Arbesa kishte mësuar herët të ecte lehtë, të heshte shumë dhe të vëzhgonte gjithçka. Kishte mësuar se cilat shkallë të shtëpisë kërcëllinin kur e çnatën, ku fshihej çelësi i derës së shtëpisë, dhe si të lexonte humorin e babait të saj nga mënyra se si ai mbante gotën e kafes në mëngjes. Nëse Sokoli mbante gotën me të dyja hundët, dita do t'ishte e qetë. Nëse e mbante vetëm me njërën dorë dhe trokiste left me gisht në tryez, diçka kishte ndodhur, diçka po gatuhej, dhe të gjithë duhej të ishin të kujdesshëm. Ajo që Arbesa nuk kishte mësuar kurrë dhe që babai i saj nuk e kishte lejuar ta mësonte, ishte liria. Liria të flas kurdo, të shkoj kurdo, të qesh me zë të lartë në obor pa u kthyer mbrapa të shohë nëse dikush po dëgjonte. Arbesa jetonte brenda mureve të shtëpisë dhe brenda mureve edhe më të larta të traditës, dhe ato mure ishin ndërtuar me dorën e një armiqësie të vjetër. Në anën perëndimore të fshatit, ndar nga gjikatët vetëm me një rrugë guri dhe disa dekada urrejtje, jetonin Berishat, familja e Arianit. Kreu i tyre ishte Agim Berisha, burri hollë dhe i gjatë me mustaqe gri dhe zë si bubullime. Ishte njeri i respektuar nga gjysma e fshatit dhe i friksuar nga gjysma tjetër. Gruaja e tij, Shpresa, kishte vdekur kur Ariani ishte i vogël, dhe ky fakt kishte lënë njolla të errta në zemrën e Agjimit që nuk i kishte mbyllur kurrë. Kishte 3 bijë, Florinin, Gentianin dhe Arianin, të riun. Ariani ishte 20 vjet, ishte djali lart me shpatulla të gjëra, flok ngjyrë gështenje që i binin mbi ball
dhe buzëqeshje të rralla, aq të rralla sa kur shfaqej, dukej si diçka e shenjtë. Kishte duar të forta nga puna e Ares dhe e pyet, por kishte edhe diçka tjetër brenda tij që nuk shihej lehtë, një butësi të fshehtë, një dhimbje të vjetër, si guri i lumit që shqylpen nga ethe, por brenda mban ujin. Ariani ishte ndryshe nga vëllezrit e tij. Florini dhe Gentiani ishin njerëz të zhurmshëm dhe krenar, që kënaqeshin me grindat dhe me të treguar forcën, por Ariani kënaqej me heshtjen e malit, me librat e vjetër që i gjente ndonjëherë në treg, me riun kur binte mbi çatinë e gurit të shtëpisë. Babai i tij e shihte këtë butësi si dobësi dhe shpesh e kritikonte me fjalë të ashpra, por Ariani kishte mësuar të mos e tregonte se e lëndonte. Tani, para se të kuptoni se çfarë do të ndodhte mes këtyre dy njerëzve, duhet të kuptoni çfarë qëndronte mes tyre, sepse mes Arbesës dhe Arianit nuk qëndronte vetëm një rrugë guri dhe çdo mur i fshatit, qëndronte historia. Armiqësia mes Gjikatve dhe Berishave kishte filluar kaq larg në kohë sa shumica e banorëve të fshatit nuk e dinin saktësisht shkakun. Disa thoshin që kishte të bënte me tokën, me kufirin e një are të diskutuar, me ujin e një burimi të ndarë, me gjethet e pemëve që binin nga njëra anë e kufirit në tjetrën. Të moshuarit e dinin. Ata e dinin dhe nuk e tregonin plotësisht, vetëm me gjysmë fjalë, vetëm me heshtje të rënda pas kafes, vetëm me sytë që largoheshin kur e pyesje drejt. Ajo që dihej është se dikur, shumë vite më parë, një nga njëra familje kishte vrarë dikë nga familja tjetër. Gjaku kishte rënë mbi tokën e lumit të bardhë dhe ajo tokë e kishte thithur dhe nuk e kishte harruar. Dhe fëmijët dhe niprit e atyre njerëzve kishin mësuar se kjo tokë e ndante, si fati, si Zoti, si vetë ligji i natyrës. Berishat dhe Gjikatet nuk flisnin me njëri tjetrin, nuk përshëndetnin, nuk shkonin në dasmat e njëri tjetrit as në varre. Kur ndesheshin rastësisht në rrugën e vetme të fshatit, kalonin njëri pran tjetrit si dy hije, pa lëvizur syt, pa hapur gojën, sikur tjetri nuk ekzistonte. Arbesa kishte rritur duke parë çatinë e shtëpisë së Berishave mbi murin e oborit të saj. E kishte parë çdo ditë atë çati të vjetër me tjegulla të kuqe ku rritej muku gjatë dimrit dhe ku buzëqeshnin çelisja e luleve të hiri në pranver. E kishte parë dhe e kishte mësuar ta shoh ba e parë, si diçka që ekziston në periferinë e shikimit tënd, por që nuk guxon ta vesh në fokus. Ariani kishte rritur duke parë dritaret e shtëpisë së Gjikatve ndezur dhe shuar çdo darkë. Kishte parë hijen e Sokonit duke ecur në obor dhe kishte mësuar ta njohte hijen nga distanca, trupin e lartë, hapat e rënd, shpejtësinë e ecjes kur diçka nuk shkonte. Kishte mësuar ta shoh pa e parë, si diçka normale, si tavolina apo karrigja, gjëra që janë aty dhe nuk pyeten. Dhe kështu kishin jetuar, dy familje, dy gjysmë fshati, dy gjysmë jete të prera nga e njëjta armiqësie trashëguar. Derisa erdhi ajo ditë e vjeshtës kur Arbesa doli herët në mëngjes të mbledh gështenja nga pylli i malit, dhe dita e saj, jeta e saj dhe çdo gjë që kishte mësuar deri atëherë, filloi të shkrihej si bora e parë e nëntorit. Dita kishte nisur si çdo ditë tjetër. Arbesa u zgjua bara agimit, si zakonisht, kur shtëpia akoma flinte dhe vetëm gjeli i fqinjit kishte filluar sharën e tij të hershme. Veshi fustan të gjatë gri dhe xhaketën e vjetër kafe të nënës, ajo xhaketë me kapuç të madh që i mbulonte gjysmën e fytyrës kur e mbyllte. Mori shportën e thurur me garz të trash dhe doli nga dera e pasme e shtëpisë, pa bërë zhurmë, duke u siguruar që hapat e saj të mos zgjojnë asnjë. Pylli fillonte pas një udhtimi 10 minutësh nga fshati, prapa kodrës ku rrugica e ngushtë bëhej gjithnjë e më e ngushtë derisa zhdukej nën rrënjët e pemëve. Arbesa e dinte atë rrugë përmendësh, çdo gur, çdo rrënjë që dilte mbi tokë, çdo kthes ku duhet të kapesh pas degës për të mos rrëshqitur. E kishte ecur qindra herë dhe e kishte bërë të sajën. Por atë mëngjes, ndërkohë që marshonte nëpër rrugicën e ngushtë me shportën nën sqetull dhe mendjen e shpërndar mes gështenjave dhe listës së punëve të shtëpisë, diçka e ndaloi. Ishte një zë, jo zë njeriu, por tingulli i një rrugur të thyer, hapin e dikujt në të njëjtën rrugë. Arbesa u ndal menjëherë dhe u kthye. Në gjysmë errësirën e agimit, mes pemëve që fillonin të dallohen si hije të errta mbi sfondin gri, pa diçka që lëvizte.
figura e një njeriu, i lartë, me shpatulla të gjëra, duke mbartur diçka mbi supë. Zemra e Arbesës bëri një kërcim të çuditshëm, jo nga frika, por nga diçka tjetër, diçka që nuk kishte emër ende. Palosi trupin pas pemës më të afërt dhe priti, duke mbajtur frymën, duke dëgjuar hapat që afroheshin, dhe pastaj figura doli nga errësira e pemëve dhe u bë njëri i plot. Ariani Berisha, me një çantë në shpinë dhe një sapat të vogël në dorë, duke ecur ngadalë nëpër pyll sikur e kishte shtëpinë e tij. Arbesa nuk lëvizi, nuk mund të lëvizte, sepse të lëvizësh do të thoshte të bëje zhurmë, të bëhej e dukshme, dhe të bëheshe e dukshme do të thoshte të lëvizej gjithçka që kishte qëndruar e pa lëvizur kaq vite. Por Ariani e pa, jo sepse po kërkonte, por sepse sytë e tij, të mësuar me pyllin dhe me errësirën, e kapën lëvizjen e lehtë të xhaketës gri pas pemës. U ndal, shikoi, dhe sytë e tyre u takuan. Ishte vetëm një çast, aq i shkurtër sa mund të zgjas një frymë, por në atë çast të shkurtër, diçka u tha pa u than. Ishte si kontakti i dy gurve zjarrmbajtës, vetëm njëra prekje, vetëm një shkëndi, dhe tashmë dija se zjarri kishte mundësinë të bëhej mundshurëm. Ariani nuk tha asgjë, edhe Arbesa nuk tha asgjë. Pastaj ai ktheu shikimin dhe vazhdoi rrugën e tij, duke hyrë thellë në pyll, dhe Arbesa mbeti pas pemës duke dëgjuar hapat e tij duke u larguar, derisa u humbën mes zërave të pyllit. Vetëm kur u sigurua që nuk dëgjohej asgjë, Arbesa lëshoi frymën që kishte mbajtur. Dola pas pemës me hapa të pashpejt dhe vazhdoi rrugën e saj drejt gështenjave, si asgjë nuk kishte ndodhur. Por duart e saj, ato duart të zakonshme që dinin të mblidhnin gështenja dhe të zinin lesh dhe të bënin buk, po dridheshin lehtë, dhe ajo nuk dinte pse. Atë ditë, Arbesa mblodhi gështenja dhe u kthye në shtëpi dhe bëri gjithçka që duhet bërë. Gatuaj, pastroi, ndihmoi nënën me rrobat, dëgjoi babain të flasë për tokat dhe vjeshtën, por gjatë gjithë ditës, shpesh edhe pa arsye, mendja e saj kthehej te ajo shkëmbimi heshtur mes pemëve të agimit, te ato 2 sekonda shikimi, te mënyra si ai kishte kthyer kokën, te mënyra si kishte vazhduar pa thënë asnjë gjë. Nuk kishte diçka të dramatike në këtë. Ishte thjesht 2 fëmijë të vjetër armiq, që ishin gjendur rastësisht në të njëjtin vend. Ndodhte. Kishte ndodhur edhe më parë, nëpër rrugë, nëpër pazar, nëpër fshatra. Dhe çdo herë, secili kalonte pa parë. Kjo ishte rregulla. Por her pas here, ndërkohë që priste gjellën të zijej, apo ndërkohë që shtronte tryezën, Arbesa kishte pyetjen e çuditshme. Pse kishte ai vazhduar pa thënë asgjë, por i kishte dhënë kohë të largohej pa e turpëruar? Sepse ai mund ta kishte kthyer shikimin menjëherë, mund të kishte pretenduar që nuk e kishte parë, mund të kishte galuar me hap të shpejt. Por e kishte parë, kishte qëndruar, kishte pritur 1 sekond dhe pastaj kishte vazhduar. Ishte kaq pak, por Arbesa e kishte ndjer atë sekond si diçka të madhe. Kaluan ditë. Arbesa harroi, ose vendosi të harroi, që është diçka tjetër. Jeta në shtëpinë e gjikatëve vazhdonte me ritmin e saj të zakonshëm dhe të ngushtë. Mëngjesi me kafen e babait, dita me punën e shtëpisë dhe kopshtit, mbrëmja me heshtjen e madhe para televizorit të vjetër. Miriami, motra e madhe, ishte martuar dhe doli nga shtëpia, dhe tani Arbesa barti vetëm gjithë barrën e shtëpisë. Por 15 ditë pas asaj mëngjesi, Arbesa doli herët në mëngjes, jo për gështenja se gështenjat kishin mbaruar tashmë, por për bar malor për çajin e dimrit. Dhe me hap rutinë dhe zanafilli, pa e menduar, u nis drejt pyllit. E gjeti te burimi. Jo e gjeti si të themi e kërkoi, por si të themi e parë rastësisht. Ariani ishte ulur mbi gur pranë burimit të vogël që bubullonte nën shkëmb, duke mbushur një bidon me ujë. Arbesa ra në mend nga rrugët alternative, por tani ishte vonë. Rruga kalonte drejt pranë burimit dhe ai kishte dëgjuar tashmë hapat e saj. U ndal, e pa. Ajo ndal. Ky herë nuk ishte vetëm heshtje, ishte edhe diçka më e çuditshme. Ai hapi gojën si të thonte diçka, pastaj e mbylli. Ajo e pa këtë lëvizje të vogël dhe diçka brenda saj kërkoi të dëgjonte atë fjalën e pafunduar. Pastaj, ai tha me zë të ulët si të mos donte ta dëgjonte as pylli rreth tyre. Shko me kujdes rrugës për lart. Ka një pemë të rrëzuar pas kthesës. Kaq, vetëm kaq. Por Arbesa e ndjeu atë fjalë si të ishte fjala më e rëndë dhe më e bukur që kishte dëgjuar ndonjëherë. Jo sepse fjala në vetvete kishte ndonjë gjë të veçantë, por sepse ai kishte thënë kur rregulla thoshte të heshte. Ajo nuk u përgjigj. Kaloi me hap të shpejt, pa kthyer kokë.
por kur u fshe pas kthesës në rrugicës, u ndal dhe mbajti dorën mbi zemër. Jo dramatikisht, jo teatralisht, por si dikush që kontrollon a rrah akoma diçka. Rrahthe, me shpejtësi pak të tepërt. Kjo ishte fillimi, jo i dashurisë, jo ende, por i gjithë asaj që do ta çonte drejt dashurisë. Një pemë e rrëzuar dhe 2 fjalë të thjeshta. Kaq pak duhen ndonjëherë për të ndezur diçka që nuk mund ta shuash dot më. Ditët që pasuan ishin të çuditshme për Arbesën. Ajo kujdesej t'i nënshtrohej rutinës, të bënte gjithçka sakt, të qeshte kur duhej dhe të heshte kur duhej. Por kishte diçka brenda saj që kishte filluar të lëviste, si ujë nën akullin e dimrit, i padukshëm nga sipër, por i pranishëm dhe aktiv poshtë. Filloi t'i vinte re gjëra që nuk i kishte vënë re më parë. Çatinë e shtëtisë së berishave mbi murin e oborit e kishte parë mira herë, por tani e shikonte. Dritaret e tyre që ndizeshin vonë natën, zërin e tij. Jo se mund ta dëgjonte qartë, por her pas here, kur era e bartë, mund të kapte ndonjë fragment të zërit të burrave që flisnin në oborin e tyre, dhe zemra e saj mundohej t'i dallonte zërat. Mendja e saj e kritikonte vetveten. Ky është armiku, i thoshte. Kjo është familja që qëndron kundër jotja prej gjakut. Nuk ke të drejtë as ta shikosh, lëre më ta dëgjosh. Nuk ka gjë të bukur atje. Por zemra e saj, ajo zemër e re dhe e pangopur, nuk dëgjonte logjikën. Zemra dëgjonte vetëm ato 2 fjalë të thëna me zë të ulët pranë burimit. Shko me kujdes rrugës për lart dhe thoshte: "Ai u kujdes." Takimi i tretë erdhi 2 javë më vonë, sërish të rastësisht, sërish pa qëllim. Arbesa kishte shkuar të blinte miell nga dyqani i fshatit, dyqani i vogël i dervishit, i vendosur në kryqëzimin e rrugës kryesore. Kishte qëndruar brenda duke pritur radhën, me shportën në krah, mendja larg, kur dera u hap dhe hyri ai. Dyqani ishte i vogël, i ngushtë. 2 njerëz nuk mund të qëndronin aty pa ndjer prezencën e tjetrit. Dervishi, i moshuar dhe pak i shurdhur, nuk i vinte re tensionet e fshatit, ose i vinte re, por pretendonte të mos i vinte. I shërbeu Arbesës, i shërbeu Arjanit, dhe nuk nguli zyt mbi to të dyve asnjëherë. Por Arbesa dhe Arjani qëndruan 2 metra larg njëri tjetrit për të paktën 2 minuta. Aq kohë sa zgjati transaksioni i secilës. 2 minuta ku asnjë nuk foli me tjetrin, ku asnjë nuk shikoi drejt tjetrit, por ku të dyve u dinin me gjithë qelizën e trupit pozicionin e saktë të tjetrit. Kur dolën jashtë, Arbesa e pari, pas pak Arjani, tha me zë të ulët, pa u kthyer, pa e parë: "Sot bën shi pas dite, merre vesh para se të dalësh." Ishte informacion, thjesht informacion kohor, por Arbesa, pa u kthyer, pa e parë, tha ashtu me zë të ulët: "Faleminderit." Fjala e parë, e para e thënë drejt për drejti, jo si rastësi, por si përgjigje, dhe ndërkohë që ecte drejt shtëpisë me miell në shport dhe shi në horizont, Arbesa ndjente diçka të çuditshme dhe të bukur dhe friksuese njëkohësisht, si gjendet dikush që ecën në buzë të një shkëmbi dhe ndonjëherë shikon poshtë. Shi bëri pasdite, si kishte thënë ai. Takohen mënyra dashurit. Disa lindin si shpërthim, me çast të parë, me rufe, me e dija me njëherë. Disa lindin ngadalë, si pemët, duke vënë rënjë të fshefta, para se të dalë çfarëdo mbi tokë. Dashuria e Arbesës dhe Arjanit ishte e llojit të dytë. Ajo lindi si rënjë nën tokë, në terë dhe heshtje, duke forcuar para se dikush ta shihte. Pas shiut të pasdites, kaluan 3 javë pa u takuar. 3 javë, gjatë të cilave Arbesa jetoi jetën e saj normale dhe mundohej të mos mendonte. Por mendja ka mënyrën e saj të mohoj kontrollin. Shpesh natën, kur ruhej nga gjumi, Arbesa e gjente veten duke menduar, jo dramatikisht, jo me gjak të shpejt, por me kuriozitet të qetë dhe të vazhdueshëm. Si është ai njeri? Çfarë mendon? Çfarë dëshiron nga jeta? Pyetje pa kuptim,
pyetje pa përgjigje, por pyetje që nuk ndalojnë. Takimi i katërt, dhe ky u bë i fundshëm para se gjërat të ndryshonin dukshëm, ndodhi në rrethona krejtësisht të ndryshme. Kishte një ditë feste, festa e fshatit, ajo festa e vogël e vjeshtës, ku banorët mblidheshin në sheshin e fshatit, vendosnin tryeza, sillnin ushqim dhe muzikë, dhe diskutimet e zakonshme. Ishte njëra nga ato festa ku çdo vit ndaheshin të njëjtat anekdota dhe këndoheshin të njëjtat këngë dhe beteheshin të njëjtat zganjere. Gjikatet dhe berishat vinin dhe secila familje zinte anën e vet të sheshit. Kjo ishte rregulla e pashkruar. Anën lindore gjikatet, anën perëndimore berishat. Mes tyre qëndronte hapësira boshe e ndërlikuar me tavolina të tjera familjesh të fshatit, si zona neutrale e çuditshme. Arbesa ishte ulur me familjen e saj, duke ndihmuar nënën të shpërndante enët, kur e pa Arianin që ecte me familjen e tij në skajin tjetër të sheshit. Ai nuk e pa, ose nëse e pa, nuk e tregoi. Ecte me vëllezrit e tij, i ngritur, me hapat e tij të zakonshëm të qetë. Por pastaj, me rastin e rastit të pastër, erdhi situata. Arbesa kishte ngritur të çonte një enë te tavolina tjetër dhe kishte kaluar në mes sheshit, pikërisht kur Ariani po kthehej nga e njëjta drejtim. Kryqëzimi ndodhi aty, në mes, ku asnjë nga familjet nuk shikonte drejt. Çaste të shkurtra, 2 sekonda. Ai kaloi pranë saj dhe tha me zë të ulët, pa u ndalur, pa kthyer kokë. Ka bukë të mirë te tavolina e dervishit. Dhe ajo po ashtu pa u ndalur. E dija. Nuk ishte asgjë. Ishte absurde si konversacion, por kur Arbesa u kthye në vendin e saj dhe u ul dhe mori kafen, gjunjët e saj ishin duke u dridhur lehtë dhe goja kishte shijen e asaj që quhej gëzimi i fshehur. Pas festës, filluan takimet e qëllimshme. Jo të qëllimshme si të renditura e të planifikuara, por si të dal nga lloji i heshtshëm i të kuptuarit. Arbesa vazhdoi të shkonte herët të mbledh bar malor dhe bim të tjera, Ariani vazhdoi të vinte te burimi hershëm herët, dhe ndoshta, thjesht ndoshta, çdo herë u takuan pak më shumë nga rastësia e zakonshme. Filluan të flisnin, jo shumë, jo gjatë, vetëm fragmente. Fjalë të hedhura ndërmjet pemëve, të zhytura shpejt si kokrat e gëlltitur para se të diqeshin. Ai fliste për pyllin dhe dimrin që po afrohej, ajo fliste për çajin dhe bimët. Nganjëherë ai tregonte diçka të dëgjuar, lajm nga qyteti, diçka nga radio. Nganjëherë ajo tregonte diçka, ndonjë shaka e vogël e dëgjuar nga fëmijët e fshatit. Ishin biseda boshe, të pambushura, por secila kishte gëzimin e tij të fshehtë, sepse mes gjithë asaj që nuk thuhej, për gjithë ajo që thuhej me trupat, me mënyrën si qëndronin, me mënyrën si sytë e tyre qëndronin pak më gjatë se sa duhej, thuhej shumë. Ariani ndryshoi, jo në mënyrë të dukshme, jo ai shumë sa familja e tij ta vinte re, por Ariani e dinte. Filloi të ngrihej pak herët herë pa arsye të veçantë. Filloi të mbante veten pak më të rregullt. Filloi të shikonte drejt kodrës kur qëndronte në obor dhe të mendonte gjëra që nuk I kishin ardhur mendja kurrë. Gjëra si do t'ishte kjo jetë ndryshe? Si do t'ishte kjo botë pa armiqësi të trashëguar? Por mbi të gjitha, ai filloi të donte ta dëgjonte zërin e saj. Jo ta shihte vetëm, por ta dëgjonte. Kishte diçka në mënyrën si Arbesa fliste, me hesht, me kujdes, duke peshuar fjalët para se t'i lëshonte, që I dukej si diçka e rrallë. Bota ishte plot njerëz që flisnin shumë dhe thoshin pak. Arbesa fliste pak dhe thoshte shumë. Dhe Arbesa kishte filluar të ndjej diçka që nuk kishte pasur kurrë, ndjenjen e pritjes. E priste çdo mëngjes me pak emocion të fshehur, e priste çdo herë që kalonte pranë burimit, e priste ta shihte kur delte nga shtëpia, jo duke u vënë re, por duke u gëzuar kur e shihte aksidentalisht, si gëzimi I fëmijës kur gjen çokoladë të harruar në xhep. Por kjo gëzim kishte anën e vet të hijes. Gëzimi I Arbesës kishte emrin tjetër, faj.
sepse çdo herë që gëzohej nga takimet e tyre, një zë brenda saj I thoshte: "Ti po tradhtosh familjen tënde, ti po tradhtosh kujtimin e të parëve, ti po e shkel atë gjak të derdhur mbi këtë tokë." Ky zë nuk heshtej plotësisht, dhe Arbesa kishte mësuar si të përgjigjet, duke I thënë: "Ai nuk ka bërë asgjë të keqe, unë nuk kam bërë asgjë të keqe. Ne vetëm flasim, kjo nuk është tradhti." Por ndërkohë që fliste me veten kështu, dinte se gënjente pak, sepse gjërat nuk ishin thjesht fjalë ndërmjet dy njerëzve të rastit. Gjërat ishin duke u bërë diçka tjetër, diçka që nuk ishte emër ende, por merrte formë. Ditën kur Ariani I tha: "Je e bukur", jo në mënyrë të madhe, jo me deklarata romantike, por thjesht si fakt të thënë lehtë, si dikush thot: "Sot bën ftohtë." Arbesa kuptoi se nuk mund të pretendonte më. Shpina e saj ishte kthyer nga ai kur e tha. Ishin duke qëndruar pranë burimit, ajo duke mbledhur gjethe të thara dhe ai duke mbushur bidona. Dhe ajo nuk u kthye. Mbeti me shpinë, me duart mbi gjethe dhe tha: "Mos thuaj kështu." "Pse jo?" tha ai, po ashtu pa lëvizur. "Sepse nuk duhet." "Shumë gjëra nuk duhen", tha ngadalë, "por janë." Arbesa nuk tha asgjë. Mblodhi gjethet, I vendosi në shport dhe u nis drejt shtëpisë me hap pak të shpejtuar. Dhe Ariani mbeti pranë burimit duke dëgjuar hapat e saj të larguarit, me diçka të ngrohtë dhe të dhimbshme njëkohësisht, në kraharor. Dimri erdhi si çdo dimër tjetër në lumin e bardhë, pa lajmërim, nga nata, me dëbor të parë që e gjene mëngjesin tjetër, të bardhë dhe të heshtur mbi gjithçka. Fshati u mbyll brenda vetes, si çdo dimër, me derë të mbyllura dhe oxhak të tymshur, dhe her pak dalje jashtë. Ariani dhe Arbesa nuk mund ta kimehen një lloj si verën e vjeshtën. Pylli ishte I mbyllur nga dëbora e thellë dhe burimi ishte ngrirë. Takimet e tyre heshtura dhe rastësisht kishin mbaruar si stina, dhe Arbesa ndjente mungesën e tyre si mungesën e ngrohtësisë, si ndryshimin e temperaturës kur dielli fshihet pas reve. Por dimri ka mënyrën e vet për të krijuar mundësi të papritura. Kishte 1 muaj pasi kishte rënë dëbora e madhe, ajo dëbore e rëndë që kishte mbyllur rrugën e fshatit për 3 ditë dhe kishte detyruar burrat të dilnin me lopata të hapnin rrugën, kur Arbesa kishte dalë të hidhte hi në shkallët e shtëpisë që të mos rrëshqisnin, kur dëgjoi zhurmën. Kishte ardhur nga ana e murit të oborrit, si diçka e rëndë, si gur apo trast dëbore. Doli nga oborri duke menduar që ishte ndonjë degë e rënë dhe e gjeti Arianin duke mbartuar qesen e rëndë me dru nën dëbor, të kthyer drejt shtëpisë së tij, por me njërin këmbë të kapur pas një guri të mbuluar me akull. Kishte rënë, jo keq, por mjaftueshëm që qesja të ishte hedhur dhe druri të shpërndar mbi tokën e bardhë. Nuk kishte askush tjetër rreth tyre. Dëbora kishte pastruar rrugën e gjithçkaje tjetër. Nuk kishte fëmijë duke luajtur, nuk kishte të moshuar duke ecur, nuk kishte sy. Vetëm ata të dy, dhe heshtja e bardhë rreth tyre. Arbesa u ndal, Ariani u ngrit dhe e pa. Dhe këtë herë, për herë të parë, nuk larguan shikimet menjëherë. "Je lënduar?" tha Arbesa. Kishte pyetur, me fjalë të plota, drejt për drejt, me ton të qartë. Jo fragmentet e fshet pranë burimit, por pyetje e vërtet e shqetësimit. Ariani shikoi gjurin e tij. "Jo, vetëm u rrëzova." Druri shpërnda. "E shoh." Pastaj ndodhi diçka e thjeshtë dhe madhështore njëkohësisht. Arbesa vendosi shportën e hirit të pushonin, u ul dhe filloi të mbledh drurët e shpërndar dhe t'i vendoste në qese. Pa e menduar 2 herë, pa bërë dram, thjesht ndihmoi. Ariani e shikoi për një moment të gjatë, sytë e tij me atë butësinë e fshehur që kishte, me atë shprehje si dikush sheh diçka të bukur dhe I dhem njëkohësisht sepse nuk mund ta mbajë. Pastaj u ul edhe ai dhe filloi të mbledh nga ana tjetër. Punuan së bashku në heshtje për disa minuta, duke mbledhur drurët, duke I vendosur në qese, duke rregulluar ngarkesën. Kur qesja u mbush, Ariani u ngrit dhe Arbesa u ngrit dhe qëndruan aty, 2 metra larg, me dëborën e heshtur rreth tyre dhe frymën e tyre si re të vogla të bardha në ajrin e ftohtë. "Faleminderit", tha ai. "Asgjë",
tha ajo. Por pastaj para sa ajo të kthehej, ai tha me zë të ulët, aq të ulët sa Debora vetë dukej se e thithte. Dua të flasim. Vërtet, jo si tani. Arbesa mbajti frymën. Sytë e saj mbetën mbi Deborën e bardh para këmbëve të saj. Nuk mundet, tha. E di, tha ai, por dua. Ajo nuk u përgjigj. U kthye dhe hyri në oborrin e saj. Por ajo natë duke fjetur, dëgjoi ato fjalë sërish të sërish. Dua të flasim, dhe nuk gjeti gjumë deri vonë. Mundësia erdhi 3 javë më vonë me mënyrën më të çuditshme. Kishte një pleqësi të fshatit, mbledhje e burrave të moshuar për të diskutuar çështje të komunales. Sokoli dhe Agimi, të dy duhet të ishin prezent si krera familjesh, siç kërkonte tradita, edhe pse rridhnin pa folur me njëri tjetrin. Të dyja familjet kishin dalë, burrat në mbledhje, gratë me vizitat e shtëpitë e shoqeve, vëllezërit e Arjanit po ndiqnin bagëtit. Ishte pasdite e heshtur, me dëbor të freskët mbi gjithçka. Arbesa po shkonte të mblidhte ujë nga çezma e fshatit, kur e pa Arjanin duke qëndruar te muri i vjetër i kishës. Ajo kishe braktisur në fund të rrugiqës, me mure të bardha të lara nga shirat dhe dyert të mbyllura me zinxhir. Qëndronte aty si duke pritur, por nuk dinte nëse priste atë apo thjesht kishte qëndruar. Kur e pa, nuk iku. Kjo vet ishte vendim. Shkoi, u ndal 2 metra larg dhe pastaj për herë të parë filluan të flisnin vërtet, jo fragmenta, jo informacione moti, por fjalë të vërteta. Ai I tregoi për nënën e tij, si e kishte humbur vogël, si shtëpia kishte mbetur me boshllëkun e saj që askush nuk e kishte mbushur kurrë. I tregoi si I pëlqente të lexonte libra të vjetër, si kishte gjetur dikur në treg një libër me tregime malësore dhe kishte lexuar 3 herë. I tregoi si shikonte malet dhe ndonjëherë imagjinonte se si do të ishte nëse do të largohej, jo me armiqësi, por me dëshirë për të parë botë të tjera. Ajo I tregoi për motrën e madhe, Miriamin, si e kishte zili kur u martua, jo sepse donte të martohej e vet, por sepse Miriami kishte dal nga shtëpia, nga fshati, nga ajo atmosfera e ngushtë dhe e mbyllur. I tregoi si I pëlqente të vizatonte, se po, Arbesa vizatonte, fshehtazi, me laps dhe letër të vjetër, dhe askush në familje nuk e dinte. I tregoi si ndonjëherë natën kur fshati flesh, ajo hapte dritaren e dhomës dhe vetëm dëgjonte heshtjen e malit dhe ndjehej për disa minuta e lirë. Qëndruan te muri I kishës për gati 1 orë, kur dëgjuan zërat e njerëzve duke u kthyer nga mbledhja, u ndan me shpejtësi, secili drejt shtëpisë vet, secili me hap normal sikur nuk kishte ndodhur asgjë, por kishte ndodhur gjithçka. Pas asaj dite, u takuan te muri I kishës sa kishin mundësi, jo shumë shpesh, ndoshta 1 herë në 2 javë, ndoshta më rrallë, varet nga mundësia, por çdo herë që takoheshin, bisedat zgjeroheshin, thelloheshin, bëheshin gjithnjë e më intime, jo në mënyrë fizike, por në atë intimitetin e vërtet që është kur dikush di gjëra për ty që askush tjetër nuk I di. Arjani I tregoi Arbesës diçka që nuk ja kishte treguar kur askujt, se nuk e donte armiqësinë, se kishte pyetur babain e tij disa herë se pse ishin armiq me gjikat dhe çdo herë kishte marrë të njëjtën përgjigje. Kjo nuk pyet, kjo di. Se kishte menduar shumë se gjithë ajo urrejtje ishte e kot, e zbrazët, e trashëguar si mall I vjetër I dëmtuar, por nuk mund të thoshte asgjë, sepse të thoshje kështu do të thoshte tradhti familjes. Arbesa I tregoi se edhe ajo e ndjente një lloj, se kishte rritur duke menduar se armiqësia ishte e natyrshme, si dimri pas vjeshtës, si nata pas dite, por me kalimin e viteve, kishte filluar të kuptonte se nuk ishte as pak e natyrshme. Ishte zgjedhje, ishte vendim I bërë shumë kohë më parë nga njerëz tani të vdekur, dhe ata të gjallë vazhdonin ta mbartin pa e pyetur pse. Dhe ndërkohë që flisnin kështu, ndërkohë që gjenin njëri tjetrin në fjalë e mendime, dashuria londi, jo me çast dramatik, jo me puthje të parë të filmit, por si lita e agrimit, ngadalë dhe pa u parë, derisa befas ishte ditë dhe nuk dije kur kishte ndryshuar nata. Arjani e dinte saktësisht ditën kur e kuptoi. Ishte pasdite vone, afër muzgut, dhe Arbesa po I tregonte diçka gazmore, ndonjë ndodhim me pulën e dervishit dhe kishte qeshur. Kishte qeshur me zë, ato 2 sekonda qeshje të lirë para se ta mbyllte me dorë, si zakoni vjetër.
Dhe Ariani kishte parë buzëqeshjen e saj të mbushur me dritë, kishte dëgjuar atë qeshje të lirë dhe të shtrënguar njëkohësisht, dhe kishte ndjerë diçka dhembse e të ëmbël në mes të kraharorit, si diçka e ngushtë e lëshuar papritmas. E donte. E kishte kuptuar aq qartë sa e kundërta e kuptimit të thjeshtë, sikur del dielli dhe të verblon pak. Edhe Arbesa e dinte. Por ajo e mbante njohjen e saj thellë, e mbulonte me shtresa mbi shtresa shqetësimesh dhe arsyesh dhe frikrash, si mbuloja një flak duke shpresuar se do ta shuhante, por flakët nuk shuhen nga mbulimi, rriten. Sekretet në fshata të vogla janë si bora mbi faqet e rrezit, nuk qëndrojnë gjatë. Ka gjithmonë dikë që shikon, dikë që vëren, dikë me sy të mprehtë dhe gojë të hapur, dhe lumi i bardhë nuk bënte përjashtim. Ishte Drita, gruaja e re Hasanit, që i pa i para, ose kështu tha ajo, sepse Drita kishte zakonin e keq të qenit e para kudo dhe gjithmonë. Kishte dalë pas dite të jap gruri pulave dhe kishte parë, sipas saj, Arbesën duke folur me Arianin te muri i vjetër i kishës. Nuk kishte qenë shumë afër, distanca ishte e mjaftueshme për dyshim, jo për siguri, por Drita kishte imagjinat të pasur dhe gojë edhe më të pasur. Kjo kishte thënë Hasanit, Hasani kishte thënë vëllait, vëllai kishte thënë fëmijës, dhe fëmia kishte folur në moment të gabuar, siç bëjnë gjithmonë fëmijët. Fjala arriti te vëllezrit e Arianit, Florini dhe Gentiani, fillimisht si pyetje dyshimt, pastaj si siguri gjysmake. Florini kishte shkuar te Ariani me fytyrë të errët dhe kishte pyetur drejt për drejt. Ariani kishte mohuar, sigurisht kishte mohuar, por mohimi i tij nuk kishte qenë i bindshëm si duhet. Florini ishte burri ashpër dhe kishte sy të mirë për gënjeshtra. Nëse e marr vesh se ke pas ndonjë punë me vajzën e Sokolit, kishte thënë Florini me zë të ulët dhe rrezikshëm, do të dalësh keq para meje dhe para babës. Merr vesh? Ariani kishte thënë po me fytyrë të qetë dhe dorë të palëvizshme, por brenda kishte ndjerë diçka si dhimbja e mirëfillte, jo frika, por dhimbja e realitetit që po binte mbi diçka të brishte. Edhe Arbesa dëgjoi. Miriami, motra e madhe, kishte ardhur me vizitë dhe, me atë mënyrën tipike të moshuarve si tregojnë lajme të rënda, si me buzëqeshje të lehtë dhe zë të ulur, i kishte treguar nënës se flitet gjëra për Arbesën. Nëna e kishte thirrur Arbesën mbrëmje dhe kishte pyetur me atë qetësinë e frikshme të nënave kur janë shumë të shqetësuara. A ke pas ndonjë punë me djalin e Berishave? Arbesa kishte mohuar, me sy të drejtë dhe zë të qëndrueshëm. Jo, nën, asgjë. Nëna e kishte shikuar gjatë, ato sy të thinjura që dinin shumë për botën, dhe pastaj kishte thënë, shiko veten, bia ime, shiko veten. Ato fjalë, shiko veten, kishin rënë mbi Arbesën sigur, sepse kishin dy kuptime. Njëri, ki kujdes, tjetri, di çfarë bën. Për 2 javë pas kësaj, Ariani dhe Arbesa nuk u takuan fare. Jo nga frika, ose jo vetën nga frika, por nga ai lloj distancimi i dhimbshëm kur e di se bën keq, por nuk di si ta ndalosh. Arbesa kalonte ditët normalisht, dhe ndonjëherë natën e gjente veten duke qarë, ato lot të fshehtë, pa zë, të fshirë shpejt me cepin e jastëkut. Ariani bënte punët e tij, dhe ndonjëherë rinte vonë jashtë oborrit, duke parë malet, duke tentuar të rregullonte gjëra brenda vetes. Flinte keq, hante pak. Vëlledhrit e tij nuk i flisnin shumë, kishin marrë shenjat e tyre dhe flisnin pak, por sytë e tyre mbi të ishin të vazhdueshëm dhe rëndues. Pastaj ndodhi diçka që ndryshoi gjithçka. Ishte një pasdite kur Sokoli, babai i Arbesës, pa rastësisht Arianin që kalonte pranë oborrit tyre. Ishte gjë e zakonshme, rruga kalonte pranë çdo oborri, por atë ditë Sokoli ishte jashtë dhe Ariani nuk kishte shikuar. Sokoli kishte vëzhguar djalin me ato sytë e tij të errta dhe kishte parë diçka. Ndoshta mënyrën si Ariani kishte ngadalsuar hapin pranë shtëpisë së tyre, ndoshta mënyrën si kishte hedhur vështrimin nga njëra anë. Ndoshta nuk kishte parë asgjë dhe ishte thjesht xhelozia e vjetër e armiqësisë. Por kur ishte hyrë brenda, kishte thirrur Arbesën dhe i kishte thënë diçka që ajo nuk e kishte harruar ndonjëherë. Vajz, çfarë e jona është e jona dhe çfarë e tyre është e tyre. Kufiri mes 2 shtëpive është i gjakut, jo të gurit. Ti e di këtë. Nuk kishte emra, nuk kishte akuza, por kishte qartësinë e plot. Sokoli dinte ose dyshonte dhe po i tregonte në mënyrën e vet se kufiri ishte absolut. Arbesa kishte ulur kokën dhe kishte thënë,
Po, baba, me zë të qetë, dhe brenda saj kishte ndjerë diçka si muri, i lartë dhe i ftohtë ngritur midis asaj që donte dhe asaj që duhej. Por çuditërisht, pas kësaj bisede me babain, Arbesa nuk u largua nga Ariani, bëri të kundërtën, sepse ndonjëherë kur njerëzit të tregojnë me shumë forcë se nuk mund të bësh diçka brenda teje ngrihet dhe thot, pse jo? Arbesa shkrojti një shënim të vogël, vetëm disa rjeshta, dhe e late guri i gëndyr pranë kishës, vendi i tyre i fshehtë. Shkruante, nesër mëngjes, burimi, kur bie agimi. E lam mbrëmje dhe u zgjua para agimit me zemër duke rrahur si darum dhe shkoi te burimi. Ai ishte aty. Qëndruan te burimi i ngrirë, sepse ishte ende dimri vonë dhe akulli mbulonte guret në ujë. Dhe për herë të parë, asnjëri nuk bëri sikur gjërat ishin thjesht aksidentale. Ishin atu me qëllim, të dy, dhe kjo e ndryshonte gjithçka. Ariani foli i pari. Florini dhe Gentiani din diçka. Jo të gjitha, por diçka. Edhe babai im dyshon, tha Arbesa. Nuk shtoi asgjë tjetër. Heshtën. Dëgjuan zhurmën e vogël të ujit në akull, atë burburim të heshtur dhe këmbgulëse që vazhdon edhe kur gjithçka mbi të ngrinte. Çfarë dëshiron të bësh, tha Ariani. Nuk pyeti çfarë mendonte, pyeti çfarë donte, dhe kjo dallim ishte i rëndësishëm. Arbesa mori kohën e saj. Nuk di, çfarë dëshiron ti? Ariani e shikoi drejt, ato sy ngjyrë kafe të errët, të qetë, me atë thellësi si puse të rënda. Të shoh, të flas me ty, të mos fshihem. Kjo nuk është e mundur këtu. E di. Sërish heshtje. Pastaj Arbesa tha diçka që e kishte menduar shumë kohë, diçka që kishte ndjerë, por nuk e kishte artikuluar kurrë as me veten e saj. Kjo armiqësi, nuk e kuptoj pse duhet ta mbartas unë. Nuk e bëra unë, ti nuk e bëre. Janë njerëz të tjerë, të vdekur tani, që bën zgjedhjet e tyre. Pse janë zgjedhjet e tyre edhe tonat? Ariani nuk u përgjigj menjëherë. Pastaj tha, sepse kështu funksionon tradita, nuk pyet, e merr. E marr nëse e pranoj, tha Arbesa, dhe ishte hera e parë që ky mendim doli me kaq qartësi. Nëse nuk e pranoj, atëherë paguan çmim. Çfarë çmimi? Gjithçka, tha ai thjesht. Familja, shtëpia, fshati, gjithçka. Fjala gjithçka ra mes tyre si gur në ujin e ngrirë, e rënd, e qartë, e pandryshueshme. Arbesa e dinte çmimin, e kishte ditur prej fillimit ndoshta, atë dije të fshehur të zemrës që di, por nuk e thot derisa detyrohet. Të dashurohesh me armikun e familjes në lumin e bardh nuk ishte thjesht punë romantike dhe rrezikshme. Ishte shpërbashkim total nga gjithçka që ishe, nga emri, nga gjaku, nga toka. Kishte njerëz që kishin kaluar në për të tillë gjëra dhe kishin dalë të shkatërruar nga dy anët, të refuzuar nga familja e vet dhe të papranuar nga familja e tjetrit. Por edhe e dinte gjën tjetër, atë gjën që nuk kishte emër shpesh, por ndihej qartë, se nëse largohet nga kjo, nëse e mbyll dhe e varrosk dhe pretendon se nuk ndodhi, do të shpenzoj gjithë jetën duke u pyetur. Do të martohej me dikë tjetër ndoshta, me njërin nga djemtë e familjeve miqe, dhe do të jetonte atë jetë normale dhe të sigurt, dhe çdo darkë do të ndahej pak nga vetja e saj e vërtet. Nuk donte atë, nuk e donte atë jetë. Nëse lind ndonjë mënyrë, tha ajo ngadalë, duke peshuar çdo fjalë, ku mund të jemi pa fshehturi, do t'ja merrja. Ariani e shikoi. Zëri i tij kur foli ishte i qetë dhe i vendosur si nuk e kishte dëgjuar. Atëherë le të gjejmë atë mënyrë. Kaluan javë. Gjatë atyre javëve, të dy vazhduan jetën normale sipër dhe punonin nënzesh, jo me plane mëdha, por me mendime graduale si gur në ujë. Ku mund të shkojmë? Çfarë mund të bëjmë? A ka mënyrë tjetër? Ariani kishte një kushëri në qytet, Blerimin, birin e Xhaxhait, i cili kishte hikur nga fshati vite më parë dhe kishte ndërtuar jetën e tij larg. Blerimi ishte njëri i hapur dhe pa paragjykimet e fshatit. Kishte punë stabile, kishte apartament, kishte lidhje. Ariani e kishte kontaktuar, jo direkt, sepse telefoni i fshatit dëgjohej nga gjysma e njerëzve, por nëpërmjet letre, me fjalë të shkruara me kujdes. Blerimi kishte kuptuar midis rreshtave dhe dërgoi përgjigje të shkurtër. Nëse ke nevojë të vish, dera ime është e hapur. Kur Ariani ja tregoi Arbesës, ajo mbajti letrën me dy duar dhe e lexoi 2 herë, pastaj e ktheu dhe tha: "A mendon seriozisht? Largim?" "Po. Largim do të thotë gjithçka," tha Arbesa. "Do të thotë se nuk kthehemi,
ose kthehemi si njerëz të tjerë? E di çfarë do të thotë. Pyetja është, e vlen? Arbesa u ngrit dhe ecën pak herë poshtë e pas, ato hapa nervoz të dikujt që lufton me vendimin. Pastaj u ndal dhe e shikoi. E vlen, tha ajo, por kam frikë. Edhe unë kam frikë, dhe ishte e sinqert, jo heroike, jo mos ki frikë, do të rregulloj unë gjithçka. Thjesht e vërteta e thjesht, edhe ai kishte frikë, dhe kjo e bëri Arbesën ta donte edhe më shumë. Vendosën, jo me ceremoni të madhe, jo me betim dramatik, vendosën ngadalë, me biseda të vazhdueshme gjatë javëve në vijim, duke plotësuar detajet e vogla. Kur, si, çfarë? Merrnin çfarë do të thonin e çfarë jo. Ku do të shkonin? Ariani do të ruante kontaktin me Blerim. Arbesa do të mblidhte pak para, ato para të vogla kursimi që kishte fshehur nga ndonjë punë e vogël. Nuk do t'u thoshin familjeve paraprakisht, sepse nëse u thoshin, nuk do të lejonin. Kjo ishte e qartë dhe e dhimbshme, por e qartë. Do të largoheshin një natë, jo me ikje dramatike mes natës, por me largim të hershëm mëngjesor, kur bota s'ka zgjuar ende dhe hapat janë të lirë. Natën para largimit, Arbesa nuk fjeti fare. Shtrihej në shtrat dhe dëgjonte frymëmarrjen e rregullt të shtëpisë. Nënën duke flen, erën e vatrës akoma të pranishma, zhurmën e ndonjë kafshe jashtë. Dëgjonte gjithçka sikur e donte të gjitha, sikur donte t'i merrte me vete. Ato zëra, ato erë, ato heshtje. Qau pak, lehtë, pa zë. Pastaj u fshi dhe u ngrit. Shkroi 2 letra, një për nënën dhe një për babain. Letrat nuk ishin të gjata, thoshin se kishte shkuar, se ishte mirë, se e donte familjen e saj dhe se do të shiheshin sërish ndonjëherë. Nuk thoshin me cilin, nuk thoshin ku. Thoshin vetëm, mos u shqetësoni, jam mirë, ju dua. E la letrën mbi tavolinën e kuzhinës, nën gotën e kafes së babait, atë vend ku babai do ta gjente të parën mëngjesin tjetër. Mori xhaketën, mori çantën e vogël me gjërat minimale dhe doli nga dera e pasme e shtëpisë. Jashtë bënte ftohtë, atë të ftohtin e pararënies të pranverës, kur nata është ende dimërore, por dita ka filluar të nuhas pranverën. Qielli ishte plot yje të mprehtë dhe ajri i pastër kishte shijen e gurëve të lagur. Ariani e priste te kryqëzimi, 300 metra larg fshatit, me çantën e tij dhe me atë shprehjen e tij, të qetë si gjithmonë, por me diçka të sforcuar nën sipërfaqe. Kur e pa, Arbesa ndali për një moment. Shikoi drejt fshatit, drejt shtëpisë që nuk dukej nga aty, por e dinte sakt se ku ishte. Shikoi dritat e shuara, malet e errta mbi qiell, oxhaqet e heshtura. Pastaj u kthye nga Ariani. Shkojmë, tha. Qyteti ishte si bota tjetër, jo metaforikisht, por vërtet si 2 botë të ndryshme me ligje të ndryshme. Rrugët me asfalt, dykanet me drita, njerëzit që kalonin shpejt pa shikuar njëri tjetrin, zhurmën e vazhdueshme si muzikë sfondës që kurrë nuk heshte. Arbesa dhe Ariani mbërritën herët mëngjesit, të lodhur nga rruga, dhe Blerimi priti te dera e apartamentit të tij me kafe gati dhe shumë pak pyetje. Ishte njëri i mençur, dinte se pyetjet do të vinin vetë me kohën dhe dëshirës. Apartamenti i Blerimit ishte i vogël, 2 dhoma, kuzhinë ngushtë, dritare me pamje mbi rrugë. Por për Arbesën, që kishte jetuar gjithë jetën brenda mureve të gurtë dhe rregullave të pashkruara, ai apartamenti i vogël dukej si hapësirë e madhe. Hapte dritaren dhe shikonte rrugën dhe njerëzit dhe makinat, dhe ndihej, çuditërisht, emocionalisht, e lirë. Fillimi ishte i vështirë, jo mes tyre. Mes tyre gjërat ishin të qarta dhe të ngrohta si gjithmonë. Ata kishin aftësinë e rrallë të 2 njerëzve, që janë miq para se të jenë çift. Por e vështira ishte e gjitha tjetra. Ariani gjeti punë pas javës së parë, punë fizike, në ndërtim, me një kompani që nuk pyeste shumë. Ishte punë e lodhshme dhe e paguhet pak, por ishte fillim. Arbesa filloi të punonte në dykanin e vogël ushqimor të një zonje të moshuar, quhej Nazmie, grua e vogël dhe rrumbullakt me zë të lartë dhe zemër të madhe. Nazmie kishte kuptuar shpejt se Arbesa ishte punëtore dhe e besueshme, dhe mbajti pa shumë pyetje. Flisnin pak me familjet në fillim. Blerim kishte kontaktuar fshatarët, kishte thënë se Ariani ishte mirë, pa dhënë detaje.
Ariani kishte telefonuar babain pas 2 javësh, telefonate shkurtër dhe ngurtë, ku Agimi kishte folur pak dhe kishte dëgjuar shumë dhe kishte thënë në fund me atë zërin si bubullime: "Do të kthehesh", jo si pyetje, si deklarat. Sokoli nga ana tjetër nuk kishte telefonuar. Nëna e Arbesës kishte telefonuar, pa të ditur babai. Arbesa ishte e sigurt dhe kishte qarë lehtë dhe kishte thënë: "Je mirë, bia ime", 10 herë, sa herë Arbesa i thoshte po. Nuk kishte pyetur me cilin, nuk kishte pyetur ku, thoshte vetën: "Mos u shqetësoni, jam mirë, ju dua." Ndërkohë që fshati ishte goditur nga lajmi, Gjikatet dhe Berishat, ata 2 klane të heshtura dhe armiqësor, tashmë kishin diçka akoma më të rëndë mes tyre, jo vetëm armiqësinë e trashëguar, por turpin e ri dhe të freskët të bijve të tyre që kishin ikur bashk. Turpin, ajo fjalë e rëndë dhe shkatërruese, që mund të thërmojë njerëzit si muri i vjetër kur bie. Sokoli kishte mbyllur derën e shtëpisë dhe nuk kishte dalë 3 ditë. Agimi kishte dalë, por kishte ecur në përfshat me fytyrën e ngurtë sigur, duke mos folur me askën. Florini dhe Gentiani ishin zemëruar me zemërim të ashpër dhe të zhurmshëm, lloji i zemërimit që ka turp brenda. Miriami kishte ardhur dhe kishte qarë dhe kishte sharë dhe kishte qarë sërisht. Por Arbesa nuk i dinte këto gjëra plotësisht, i kuptonte vetëm fragmentarisht, nga lajmet e pakta që i vinin, dhe çdo herë që dëgjonte diçka, ndjente dhimbjen e fajit, atë dhimbje të vakët dhe të vazhdueshme si dhimbja e dhëmbit, por nuk pendohej. Nuk mund të pendohej, sepse pendimi do të thotë mohimi i vetë asaj që kishte bërë pjesë e saj. Mësimet filluan ngadalë. Të dy kishin kuptuar se kishin bjerë kohë vite. Ariani filloi të shkonte mbrëmjeve në klas, kishte gjetur kurs të shkurtër teknik. Arbesa filloi të gjente libra nga biblioteka e vogël e lagjes dhe lexonte me ato fjalë të rralla dhe shishme të librave të mirë, duke plotësuar hapësirat e dijes që shkolla e fshatit nuk i kishte mbushur. Lidhja e tyre thellohej çdo ditë. Ishte lloji i dashurisë që nuk thërret, jo ato dashuri të filmit me muzikë ndërkohë dhe perëndimet e diellit. Ishte dashuria e 2 njerëzve që han darkë bashk dhe flasin për punën e ditës, dhe njëri e ndihmon tjetrin të kuptojë gjërat e vështira. Dhe kur njëri është i lodhur, tjetri e lë të flesh pa e zgjuar. Dhe kur njëri është i trishtuar, tjetri qëndron pranë, pa pyetur shumë. Pati momente vështirë. Pati ditë kur Ariani erdhe nga puna i lodhur dhe i iknin forca dhe qëndronte heshtazi mbi karrige, dhe Arbesa e shikonte dhe dinte se ai po mendonte për shtëpinë. Pati net kur Arbesa ndëronte lumin e bardhë dhe zgjohej me atë dhimbjen nostalgjike që është si uri, jo uria e barkut, por uria e shpirtit. Pati edhe momente konflikti, ato konflikte normale të çdo çifti, të zmadhuara nga stresi dhe nga heqja e rënjve. Herë Ariani bëhej mbyllur dhe i largët dhe Arbesa nuk dinte si ta arrinte. Herë Arbesa bëhej ankthshme dhe shqetësuar dhe Ariani nuk dinte si ta qetësonte. Nuk ishin gjithmonë të mira, nuk ishin gjithmonë të qarta, por gjithmonë gjenin rrugën drejt njëri tjetrit, sepse kur hiqet gjithçka tjetër, ishin ata 2 vetë dhe mirëkuptimi i tyre i thellë. Blerimi u martua dhe mori apartamentin tjetër me gruan e re. Dhe Ariani dhe Arbesa morën me qira dhomën e vogël ku kishin jetuar, atë dhomë me dritare mbi rrugë, e bën të tijen. Kaloi 1 vit, pastaj 2, pastaj 3. Jeta e tyre mori formën e vet, jo ajo jetë e ndërruar e adoleshencës, e mbushur me lehtësi dhe pasfida, por jetë e vërtet, me strukturën e saj të plot të gëzimeve dhe vështirësive, e ndërtuar me duart e tyre mbi themele që ata vet i kishin zgjedhur. Ariani kishte avancuar në punë, nga puna e thjesht fizike e ndërtimit, kishte kaluar ngadalë, me kurset e mbrëmjes, me punën e palodhur, me karakterin e tij të qëndrueshëm, te pozicioni i teknikut. Kishte kolegun e tij, Isuf, me të cilin kishte ndërtuar miqësi të sinqertë, miqësia e parë pas blerimit, miqësia e parë me dikë që nuk dinte asgjë për lumin e bardhë, për gjikatet e Berishët, për historinë e gjatë të armiqësisë. Isuf e njihte Arianin thjesht si Arianin, njeriun e qetë dhe të besueshëm, njeriun që mbante fjalën dhe ndihmonte pa hezitim. Kjo liri e identitetit të ri kishte qenë njëra nga dhuratat e papritura të largimit.
Ariani kishte zbuluar se kishte frikra dhe kufizime brenda vetes që i kishte menduar si karakteristikat të tij natyrore, por ishin frikrat e fshatit, frikrat e familjes, frikrat e asaj armiqësie të vjetër që i kishte mbushur si ajri i rënd i dhomës së mbyllur. Kur ato u larguan, ai mëson se kush ishte vërtet, dhe ishte dikush pak ndryshe nga ai që mendonte. Arbesa kishte ndryshuar edhe më shumë. Vajza e heshtur e fshatit, ajo Arbesa e mençur dhe e mbyllur që peshonte çdo fjalë para se ta thoshte, kishte zgjeruar veten. Kishte mësuar të fliste me zë të drejtë, kishte filluar kursin e artit, atë pasion të fshehtë të vizatimit. Ai vizatimi bërë fshehura mbi retra të vjetra, tashmë kishte më se ku të lulëzonte. Ndonjë nga veprat e saj të vogla kishte shitur, jo me para të mëdha, por me kënaqësinë e madhe të dikujt që zbulon se ajo çka donte të bënte ka vlerë. Kishte edhe diçka tjetër, diçka që Arbesa e kishte ndjerë para se të dinte me siguri. Kishte filluar me lodhje të pazakonshme, me mëngjes të vështirë, me ndjesitë e çuditshme që trupi i saj dërgonte si mesazhe encoded. Pastaj kishte pasur konfirmimin, mjekja e lagjes, e ulur me kalm dhe profesionalizëm, kishte thënë fjalën. Ishte shtatzën. Kur ja kishte treguar Arianit, ai kishte qëndruar i heshtur për disa sekonda, jo nga shoku negativ, por nga ajo heshtja e thellë dikujt që po thith diçka shumë të rëndësishme. Pastaj kishte shtrirë dorën dhe e kishte kapur dorën e saj, jo me fjalë dramatike, jo me lot, por me atë shtrëngim të dorës që thot, jam këtu, jemi këtu, gjithçka do të jetë mirë. Lajmi kishte ndryshuar gjëra brenda tyre të dyve. Ariani filloi të mendoj për lumin e bardhë ndryshe, jo me zemërim apo me dhimbje, por me atë zbutje që ndodh kur bëhesh prind, kur kupton se bota është më e madhe se ti dhe historitë e saj janë më të komplikuara se duken. Filloi të mendoj për babain e tij, atë Agim Berisha me mustaqet gri dhe zërin si bubullime, dhe i doli parasyve jo si armiku, jo si ai baba i ashpër, por si njëri i vjetër dhe i vetmuar me shumë dhimbje të mbyllur brenda. Filloi të mendoj se ndoshta edhe Agimi kishte dhimbje të fshehura, ndoshta edhe ai donte falje, por nuk dinte si ta kërkonte. Arbesa filloi të mendoj për nënën, ajo grua me flokë të thinjura para kohe dhe sy plot shqetësim. Nëna e tij kishte qarë lehtë në telefon dhe e kishte pyetur 10 herë, "Je mirë?" Jo sepse nuk besonte, por sepse të qenit prind do të thotë të pyesësh gjithmonë, të kesh atë shqetësimin e hollë si fill akulli. Kur lindi fëmia, vajzë, me flokë të errta dhe sy ngjyrë gjelbërimi, sytë e nënës, Arbesa mbajti atë gurit të ngroft dhe ndjeu diçka që nuk kishte emër të saktë, por kishte shumë ngjyra. Gëzimi i plot, mirënjohje e thellë dhe papritur dhe me forcë, mall. Mall i thellë dhe i papritur. Mall për nënën, mall për lumin e bardhë, mall për erën e pyllit dhe zhurmën e burimit dhe dritaret e ndezura të shtëpisë, kur hyne natën nga i ftofti. I dha vajzës emrin Besa, emër që mbante brenda dy tingujt e emrave të tyre dhe kuptimin e besës, të fjalës së dhënë, të lidhjes që nuk thyhet. Ariani shkroi letrën pas 6 muajsh nga lindja e Besës. E shkroi me dorën e tij, me shkronja të qarta, me fjalë të matshme, jo dram, jo justifikim, vetëm me vërteta e thjeshtë. I shkroi babait të tij. Shkroi se ishte mirë, se Arbesa ishte mirë, se kishin vajzë, nipin e parë të Agimit, nëse Agimi donte ta njihte. Shkroi se e kuptonte nëse babai ishte i zemëruar, se e kuptonte nëse kishte turp, se i falte mënyrën se i kishte rritur, jo me lehtësi, por me atë kuptim të thellë që vjen kur bëhesh vetë prind dhe kupton se sa e vështirë është të mbash gjithçka bashk. Shkroi, nuk e kam bërë diçka kundër teje, baba, kam bërë diçka për veten time. Kupton nëse nuk e kuptoni të njëjtën gjë, por shpresoj që ndonjëherë të takohemi dhe të flasim. Letër e shkurtër, be melodram, be betim dhe be kërkesa. Arbesa, me dorën e saj, i shkroi nënës. Jo babait, ende jo, jo akoma. Nënës, i dërgoi fotografinë e Besës, atë foto të parë, ku vajza e vogël flinte me grusht të mbyllur pranë faqes. Shkroi, emrin e ka Besa, fëmijë i bukur nën, do t'ja dëshiroje ta shihje. Pastaj pritnin, dhe pritja ishte e gjatë dhe e dhimbshme, si gjitha pritjet e rëndësishme. Kaluan 2 muaj para se të vinte ndonjë përgjigje, dhe ajo erdhi jo si letër, por si telefonat.
numri I njohur I shtëpisë. Arbesa e mori telefonin dhe dëgjoi frymën e parë dhe e njohu. Ishte nën. Besa e kam parë, tha nëna me zë pak të prishur. Foto. Nën e ka. Dhe pastaj nëna e Arbesës qau. Ato lot të vonë të mbajtura, të grumbulluara nga 2 vjet e gjysmë heshtje dhe shqetësim dhe mall. Qau, dhe Arbesa qau me të, dhe asnjëra nuk tha shumë fjalë, sepse fjalët nuk nevojiteshin, nevojitej vetëm ajo lidhje, ajo gjë e padukshme mes nënave dhe bijave që nuk pritet nga asgjë. Kur mbaroi telefonata, Arbesa mbeti duke ulur gotën e kafes dhe duke dëgjuar heshtjen e apartamentit. Ariani kishte dëgjuar pa ndërhyer, kishte qëndruar në kuzhinë duke bërë diçka, duke I dhënë hapësirën e saj. Tani erdhi, ul pranë saj dhe e pyeti me zë të ulët. Si ishte? Qajti, tha Arbesa, edhe unë qava. Qa tjetër? Asgjë tjetër, por ishte gjithçka. Agimi telefonoi 2 javë më vonë, me Arianin. Telefonate shkurtër dhe ngurt dhe e dhemshme njëkohësisht. Agim Berisha nuk ishte njëri I fjalëve të buta dhe nuk do të bëhej papritur, por kishte telefonuar. Kishte pyetur si ishte puna, kishte pyetur si ishte fëmia. Kishte thënë në fund, me atë zë që kishte mësuar gjithmonë të shuante emocionet brenda tij si shuante cigare nën këmbë, Besa, emër I mirë. Kaq. Por Ariani, kur e mbylli telefonin, kishte mbajtur celularin në dorë për pak minuta pa lëvizur, dhe Arbesa, pa thënë asgjë, kishte vënë dorën mbi shpatullën e tij. Sokoli nuk thirri, jo për shumë kohë. Vendimi për t'u kthyer nuk erdhi si vendimi papritur, erdhi si rjedha e lumit, ngadalë, me kohën, duke u mbledhur gradualisht derisa u bë e qartë se drejt kjo ishte rruga. Kishin kaluar 3 vjet e gjysmë larg lumit bardh, Besa kishte 2 vjet e pak muaj dhe ecte me atë ecjen e çal të fëmijëve të vegjël, me duart lart për ekuilibër dhe qeshte si bënte errët. Ariani kishte punë të mirë dhe Arbesa kishte filluar të shes vizatimet e saj me pak rregullsi. Kishin ndërtuar diçka, jo madhështore, por të tyret. Por kishin edhe atë diçka tjetër, atë boshllëk të qetë dhe të vazhdueshëm që nuk mbushet me asnjë sukses qyteti. Rënjët, lumi bardh, nëna, familja. Dhe kishte diçka akoma më konkrete. Blerimi kishte thirrur dhe kishte treguar se nëna e Arbesës kishte rënë sëmur, jo rënd, por mjaftueshëm. Moshe, lodhje dhe ai lloj sëmundjeje që nuk ka emër të saktë, por ka emrin e vetmisë. Kur Arbesa dëgjoi këtë, nuk mundi të flinte natën. Qëndroi e zgjuar dhe mendoi për nënën e saj, ato duar të lodhura, ata sy me shqetësim të vazhdueshëm, ato telefonate ku pyeste 10 herë, "Je mirë?" dhe ndjeu se kishte ardhur koha. "Duhet të shkojmë," I tha Arianit mëngjesin tjetër. Ariani nuk bëri pyetje shumë. Ai vetë kishte ndjerë të njëjtën gjë, ndryshe me timbrin e tij, por po aq qartë. "Kur?" pyeti vetëm. "Shpejt," tha ajo, para se të vonoi. Por kthimi nuk ishte I thjesht, kishin ikur fshehurazi dhe kthimi haptazi kishte kushtet e veta. Nuk mund të ktheheshin thjesht si 2 udhëtar të lodhur, ktheheshin si çift, si familje, me vajzën e tyre mbi territorin e 2 familjeve armiqe. Edhe nëse zemrat e disave kishin filluar të zbuten, nuk dinin si ishin në rregullat ende. Ariani thirri Blerimin dhe I kërkoi ndihmë. Blerimi, ai njeri I urtë dhe I dashur, kishte meritën e shumë gjërash në këtë histori, por kjo ndoshta ishte merita e tij më e madhe. Kishte kontaktuar, me mirëkuptim dhe butësi, fillimisht me Agimin, pastaj me Sokolinin nëpërmjet ndërmjetësuesit, një plaku të respektuar të fshatit që të dy e respektonin. Bisedën me Sokolinin nuk e kishte bërë Blerimi vetëm, kishte nevojë për dikë të familjes. Dhe nëna e Arbesës, lumturia, kishte bërë atë që vrat shpesh bëjnë kur burrat ngurtësohen. Kishte folur. Kishte folur me Sokolinin natë me natë, me atë qëndrueshmërinë e saj të heshtur, duke I treguar gjërat që ai I dinte, por nuk donte t'u pranonte, se bija e tyre ishte mirë, se kishte ndërtuar jetë, se kishte Beson e kishte bërë emrin e mirë, se nipin e kishte Besa dhe Besa kishte sytë e nënës. Dhe Sokoli,
ai burri lart dhe krenar me duar si lopate të prera dhe fjalë pak e të rënda sigur, kishte dëgjuar. Kishte heshtur shumë dhe kishte dëgjuar. Dhe një natë kishte thënë, le të vinë. 3 fjalë, por ato 3 fjalë kishin hapur portën. Nga ana tjetër, agimi kishte pak ndryshe. Zemrimi i vjetër kishte një stres tjetër poshtë, jo vetëm turpi, por edhe frika. Frika se nëse pranon, nëse thot mirë ejani, do të thot se ishte gabim gjithë ato vjet, do të thot se armiqësia e trashëguar dhe mbajtur kaq me kujdes kishte qenë kot. Dhe kjo frikë e bënte të ngurt. Por Florini, vllai i madh, ai burri i ashpër dhe i zhurmshëm, kishte thënë papritur një ditë, duke larë duart pranë çezmes. Le të vinë, ne u mbëltim shumë. Baba, vëllai ka vajzë. Nëse nuk e njohim vajzën, nuk jemi ne familje, jemi gur. Fjalët e Florinit kishin rënë çuditërisht rënd. Florini, ai që kishte bërë kërcënime dhe shprehje zemërimi, tani thoshte kjo. Agimi kishte shikuar djalin e madh dhe kishte parë diçka. Edhe Florini kishte ndryshuar me kohën, edhe ai kishte pjekjen e tij. Mirë, kishte thënë Agimi, le të vinë. Dhe kështu u hap rruga. Ditën e kthimit, Arbesa u zgjua para Agimit, ashtu siç kishte bërë ditën e largimit. Ngjashmëria nuk i shpëtoi vëmendjes dhe i buzëqeshi vetes. Kishte bërë të njëjtën gjë. U ngrit para dritës, veshi xhaketën e saj, u sigurua se Besa flinte rehat. Por kjo herë nuk la asnjë letër. Kjo herë dera e shtëpisë dinte se kthehej. Udhëtimi kishte marrë disa orë. Autobusi, pastaj gjysmore ecje. Dhe ndërkohë që lumi i bardh filloi të dukej në horizont, ato malet e njohura, ato pisha, ajo sipërfaqja e bardhë e shtëpive të gurt mbi faqe të kodrës, Arbesa ndjeu diçka që nuk kishte pritur aq fort. Lot. Jo nga trishtimi, jo nga gëzimi i pastër, por nga ajo ndjenja e çuditshme dhe e thellë kur një diçka si tuajën pas shumë kohësh. Ariani mbante Besën në krah. Ajo e vogël kishte rënë të flesh gjatë rrugës, me kokën mbi shpatullën e babait. Ariani shikonte drejt fshatit dhe nuk fliste, por Arbesa e shikoi profilin e tij dhe pa diçka në fytyrën e tij. Atë shprehje si të kthehesh nga një gjakim i gjatë dhe të shihësh shtëpinë. Erdhën nga rruga e poshtme e fshatit, ajo rrugë guri e ngushtë ku rridhnin e largët kafshët e kopes dhe ku kthesave i dije numrin. Rruga kalonte fillimisht pranë shtëpisë së Berishave. Agimi ishte jashtë kur mbërritën, qëndronte pranë murit të oborit, si dikush që pret, edhe pse nuk do ta pranonte kurrë se priste. Ishte plakur pak nga kur Ariani e kishte parë herën e fundit. Flokët tani ishin plotësisht të thinjur dhe trupi ishte pak i kthyer brenda, si druri i vjetër që fillon të bëhet pak i lakuar. Por syt ishin të njëjtët, të errët, të mprehtë, sytë e Agimit. Ariani qëndroi. Besa u zgjua nga ndalimi dhe u ngrit me atë hutinë e fëmijëve të vegjël kur gjejnë veten papritur të zgjuar. Agimi e shikoi djalin, atë shikim të gjatë pa fjalë, pastaj shikimin e zbriti tek Besa. Besa, me atë ignorancën e bukur të fëmijëve të vegjël që nuk din për historinë, e shikoi plakun me sytë e saj ngjyrë gjelbërimi dhe tha, me atë zërin e saj të vogël dhe të drejtë: "Kush je ti?" Dhe Agimi Berisha, ai burr me zë si bubullime dhe zemër të mbyllur si ark me çels, bëri diçka që askush nga fshati nuk e kishte parë kurrë. Bëri diçka që Ariani nuk kishte menduar ndonjëherë se do ta shihte. U ul mbi gjunjë, ngadalë, me vështirësinë e moshës, para vajzës së vogël dhe tha, me zë të ulët dhe pak të thyer: "Jam gjyshi." 2 fjalë, jam gjyshi, por ndërkohë ato 2 fjalë bënin dekada urrëtieje të shembet si muri i vjetër kur i hiqesh gurin e fundit të bazamentit. Besa e shikoi me atë seriozitetin e fëmijëve kur vlerësojnë njerëzit e rinj, pastaj i shtroi dorën, ato gjishta të vegjël, dhe i preku faqen e Agimit. Agimi mbylli syt për një moment, dhe kur i hapi, kishin brenda diçka të lagësht. Ariani e shikoi babën e tij duke zbritur mbi gjunjë para vajzës së tij, dhe ndjeu diçka brenda kraharorit si lëshimi shumë viteve presioni, diçka si ngrirja e gjatë dhe e rëndë që shkrihet papritur. Arbesa qëndronte pak mbrapa, duke vëzhguar. Nuk foli.
nuk kishte nevojë të fliste. Sokoli dhe Gentiani dolën nga shtëpia, kishin dëgjuar hapat. Gentiani u ndal dhe u kthye sikur donte të tërhiqej brenda sërish, por Florini, ai Florini ashpër, ecën drejt Arianit dhe e zgjati dorën. Ariani e shtrëngoi. Nuk u përqafuan. Nuk ishin njerëz të përqafimave të mëdha, por ajo shtrëngesë dore kishte gjithçka brenda. Pastaj erdhi radha e shtëpisë tjetër. Rruga nga shtëpia e Berishave drejt shtëpisë së gjykatëve ishte 100 metra. Arbesa kishte ecur atë rrugë mira herë, por kurrë me rrahjen e zemrës si kjo. Ariani ecte pranë saj me besën në krah dhe ajo ndjente praninë e tij si diçka solide dhe e sigurt. Dera e shtëpisë ishte e hapur. Nëna doli para se ata ta arrinin portën, doli me hap të shpejt, me atë shpejtësinë e nënave kur duan diçka dhe nuk presin. Nuk tha asgjë. Kapi arbesën me të dyja hanet, ato duar të njohura, ato duar të bëra të lehta nga mosha, dhe e mbajti, dhe qau, dhe arbesa qau me të. Dhe kjo herë nuk ishin lot të heshtur, e fshirë me cepin e astëkut, ishin lot të lirë dhe të plota. Pastaj nëna e shikoi Arianin, shikoi me ato sy të thinjura dhe mençura që kishin parë shumë, dhe i tha vetëm, mirë se vini. 3 fjalë, por ato 3 fjalë kishin brenda të gjitha, apenimin, mirë kuptimin, vendimin. Sokoli doli i fundit, ecte ngadalë, me ato hapa të rënd duke mbajtur duart pas shpine si gjithmonë. U ndal në pragun e derës, shikoi arbesën, ato shikim të gjatë të babait kur shef bin pas shumë kohësh, ai shikim ku lan të gjitha, dashuria, zemërimi, humbja, kthimi, të gjitha njëkohësisht. Pastaj sytë e tij shkuan tek Ariani. Ariani nuk e shmangoi shikimin. Qëndroi i drejt, jo sfidues, jo i ulur, thjesht i drejt dhe i qetë, si gjithmonë, dhe mbajti besën pranë. Besa, ajo e vogël, shikoi drejt burrit të lartë në prag dhe pyeti sërish, me zërin e saj të pastër. Kush je ti? Sokoli gjykati, burri lart dhe krenar me duar si lopa të prera dhe fjalë pak e të rënda sigur, shikoi nipen e tij, ato sy ngjyrë gjelbërimi, sytë e bijës së tij dhe një gjë bëri të papritur. Buzëqeshi. Ishte buzëqeshja e parë prej shumë kohe, nga njerëzit që e njihnin Sokolin. Buzëqeshje e vogël, e vështirë, si diçka e gdhendur me mund nga guri, por e vërtet. Jam gjyshi tjetër, tha. Pajtimi i 2 familjeve nuk ndodhi brenda një dite. Historive të vërteta nuk u hynë si romaneve, me skena dramatike ku gjithçka shërohet papritur dhe të gjithë qajnë dhe ndajnë darkën. Njerëzit e vërtet janë të vështirë dhe historitë e tyre janë jo lineare. Por filloi me Sokolin që hyri në shtëpi dhe u ul dhe nuk tha ta largojnë Arianin. Filloi me Agimin që mori besën në krah dhe ul pranë murit të oborrit dhe ju tha asaj histori të vogla fëmijësh me atë zërin e tij të bujshëm të kthyer të butë. Filloi me lumturinë dhe gratë e fshatit që erdhën e pan fëmijën dhe sollën ushqim, si zakoni vjetër dhe i mirë i njerëzve kur nuk din çfarë të thonë, por din si të tregojnë se janë atje. Sokoli dhe Agimi, ata 2 krerë të familjeve armiqe, nuk folën me njëri tjetrin ato ditët e para. Lumi bardh ishte i vogël dhe i ngushtë, dhe her pas here ndesheshin, nëpër rrugë, në dyqarin e dervishit, pranë çezmës. Dhe ndryshe nga dekada e kaluar, ku kalonin si hije pa parë, tani, ngadalë, pa ceremoni, filluan të jepnin shenja. Fillimisht vetëm me kokë, atë përshëndetjen minimale të burrave të vjetër që është mes mosnjohjes dhe njohjes, pastaj pak me fjalë, sot bën shi, vjeshtë e hershme, gjëra moti, asgjë personale. Por ishin fjalë, dhe pas dekadash heshtjeje, çdo fjalë ishte lum. Ishte plakur e xhep, ai moshuar i respektuar i fshatit që kishte ndërhyrë si ndërmjetës, e bëri në mënyrën e vjetër, thirri të 2 krerët e familjeve armiqe, nën çatin e tij, serviri kafe dhe u ul mes tyre si pikë rënd ekuilibri. Ariani dhe Arbesa nuk ishin të pranishëm në atë takim. Nuk dihet çfarë u tha aty. Rexhepi nuk tregoi dhe as Sokoli as Agimi nuk treguan. Por kur dolën nga shtëpia e Rexhepit, 2 burra të vjetër, 2 krerë familjesh,
dy njerëz me histori dhe plag të trashëguare dolën bashk. Jo krah për krah, por bashk, pa distancën e të zakonshme. Dhe fshati e pa, dhe fshati u fol. Ariani dhe Arbesa e mësuan rezultatin e takimit nga Blerimi, i cili e kishte mësuar nga Rexhepi, dhe e mësuan si zakonisht gjërat e rëndësishme mësohen, indirekt, fragmentarisht, për qartë. Kishin rënë dakord, me çfarë saktësisht nuk dihet plotësisht, por kishte dakordim. Kishte vendim se gjaku i vjetër mbete i vjetër dhe i varrosur dhe nuk ngjallej sërish. Kishte, me fjalë të tjera, fund. Jo fund dramatik, jo fund i filmit ku gjithçka është perfekte dhe të gjithë qajnë dhe muzika ndizet, për fund vërtet, human, i papërsosur dhe pikërisht për atë i fuqishëm. Besa rritej. Besa ecte në përoborin e gjyshit Sokol dhe në përoborin e gjyshit Agim, dy obore që dikur i ndanin gjak dhe armiqësi, me atë leftësinë e fëmijëve që nuk din për ndarjet e njerëzve të mëdhenj. Dhe shpesh teksa ajo ecte mes dy oborve, me atë hapin e saj të çalor dhe të gëzuar, Sokoli dhe Agimi e shihnin rastësisht të njëjtën kohë, nga çatit e tyre, nga muret e tyre, dhe ndoshta për herë të parë kuptonin se kishin një gjë të përbashkët. Ariani e pa nga obori i shtëpisë, thirrri Arbesën me zë të ulët dhe ajo erdhi dhe pa. Qëndruan duke vëzhguar dy babarët e tyre, yni babai i saj, tjetri babai i tij, duke qëndruar njëri pran tjetrit pran kishës së vjetër, duke parë malet, duke heshtur bashk. Dhe ajo heshtje nuk ishte si heshtja e vjetër, ajo heshtje armiqësore e rëndë dhe e errët. Ishte heshtje tjetër, heshtja e dy njerëzve të lodhur që kanë bërë shumë rrugë dhe kanë arritur tek e njëjta faqe mali. Arbesa nuk tha asgjë, por ndjeu diçka si 5 vjet dhimbje e mall, e fajësie dhe gëzimi dhe shprese. Të gjitha ato gjëra të ndryshme dhe të komplikuara duke u shkrirë ngadalë, si akulli i burimit kur vjen pranvera. E mbajti dorën e Arianit, ai e mbajti të sajën dhe Besa vrapoi mes tyre. Ajo e vogël me atë vrapin e shpejt të fëmijëve, pa kuptuar pse nëna dhe babai po qëndronin kështu të qetë, dhe i kapi të dy nga dora dhe tundi. Vini, vini. Dhe ata shkuan, atë të tre, me duart e lidhura dhe malet mbi ta, dhe heshtja e fshatit rreth tyre dhe lumi i bardh, ai fshati vogël mes maleve me embrin e lumit të thatë që dikur kishte rrjedhur, dukej sikur po merrte frym ndryshe. Gjëja e fundit që Arbesa bëri atë vit, pas kthimit, pas takimeve, pas gjitha gjatë rrugtimit, ishte diçka e vogël dhe private. Shkoi vetëm, herët një mëngjes, drejt pyllit. Atë pyll të vjetër me pishat e dendura dhe rrugicën e ngushtë. Mori shportën e thurur dhe mori rrugën e njohur, çdo gur, çdo rrënjë, çdo kthes. Shkoi te burimi. Burimi nuk ishte ngrirë kjo herë, ishte pranverë vonë dhe uji rrjedhte, atë burburimën e tij të qetë dhe të vazhdueshme poshtë shkëmbit. Uji i pastër dhe i ftohtë, uji i njëjtë si gjithmonë, uji që nuk dinte dhe nuk mbante mend. Arbesa ul mbi gurin pranë burimit, guri ku dikur kishte ulur Ariani atë mëngjes të largët dimëror, dhe mbajti duart mbi gjuhë dhe dëgjoi. Dëgjoi zhurmën e ujit, erën e pyllit, zërat e zogjve të hershëm. Mendoi për rrugën, mendoi për çdo gjë, për gurin e thyer pranë kishës dhe fjalët e hedhura me kujdes si gur të vegjël ujit, për ditën e largimit në terrin e Agimit, për apartamentin e vogël me dritare mbi rrugë, për Besën e mbajtur nga dy gjyshat, për duart e Sokolit dhe Agimit duke heshtur krah njëri tjetrit. Mendoi edhe për armiqësinë e vjetër, jo me zemërim, jo me trishtim, por me atë mirëkuptim të thellë të dikujt që ka ecur gjatë dhe ka parë shumë. Kuptoi se armiqësia kishte qenë gjithmonë kjo, frika. Frika e njerëzve që kanë humbur diçka dhe nuk dinë si ta mbushin boshllakun veçse me urrëtitjen e tjetrit. Njerëz me zemër të lënduar, duke transmetuar dhimbjen si e transmetojmë ndezën e zjarrit, duke dhënë nga njëri te tjetri brez pas brezi, të bindur se kjo është e natyrshme, kur ishte vetëm dhimbja e shtuar. Por dhimbja mund të ndalojë, zinxhiri mund të pritet. E kishin prerë ata dy, jo me heroizëm, jo me deklarata, por me këmbguljen e vogël të dy njerëzve që vendosën se dashuria e tyre kishte vlerë more se frika e trashëguar dhe tradita. Arbesa dëgjoi ujin duke rrjedhur dhe ndjeu atë gjë pa emër të saktë që dikur e kishte ndjerë si fëmijë
kur dilte fshehurazi në dritën e hënës dhe vëzhgonte heshtjen e malit. Liri. Jo liri absolute dhe pa kufi, sepse asnjë liri nuk është kështu, por liri e brendshme. Ajo liri e vetmja e vërtet, ajo liri kur jeton si vetja jote. U ngrit, mori shportën, ktheu sy drejt fshatit, drejt shtëpisë, drejt tymit të Oxhakut, drejt dritareve të ndezura, ku Ariani po zgjohej dhe Besa po kërkonte mëngjesin e saj. Dhe ecën, me hap të sigurt, mbi atë rrugë të njohur dhe të dashur, me shportën e thurur nën skutël dhe ajrin e pastër të pyllit rreth saj, Arbesa zbriti nga mali drejt lumit të bardh. Çdo hap ishte familjar, çdo gur nën këmbë kishte formën e tij të njohur, çdo kthes kishte erën e saj. Ajo erë e barit dhe e lëvoreve të lagura, ajo erë e fëmijërisë dhe i kujtimeve dhe i gjithë asaj jete të jetuar mes këtyre maleve. Por edhe pse gjithçka ishte një lloj, Arbesa nuk ishte një lloj. Ishte kthyer te vendi i njëjtë si njeri i ndryshëm. Dhe kjo dallim, ai dallimi pa dukshëm por i ndjeshëm i thellë, ishte gjëja më e rëndë dhe më e bukur. Kur doli nga pylli dhe fshati u bë i plot para syve të saj, ato shtëpi të gurta të bardha, ato oxhaqe me tym, ato mure të ulta oboresh, ato malet e larta si kuriz gjiganti mbi gjithçka, Arbesa qëndroi për një moment dhe thithi frym thellë. Dëgjoi zërat e fshatit duke u zgjuar, dëgjoi gjelin, pastaj zërin e fëmijëve, pastaj zhurmën e çezmes. Dëgjoi, dhe kjo ishte diçka e re, diçka që nuk e kishte ndjer kur më parë në këtë mënyrë, zërin e Besës duke qeshur brenda oborrit. Atë qeshje të lirë dhe të pakujtuar të fëmijëve, qeshje pa shqetësim dhe pa fshehuri, qeshje si burim uji i pastër. Ecën drejt derës. Ariani e priste në prag, me 2 gota kafe në duar dhe me atë buzëqeshje me tij të rrallë dhe të çmuar, atë buzëqeshje kur shfaqej dukej si diçka e shenjtë. E shikoi duke ardhur në rrugicën e ngushtë dhe tha: "Kafe?" Arbesa qeshi me zë, ato 2 sekonda qeshje e lirë, por këtë herë nuk e mbylli me dorë. E la të lirë, ta dëgjonte pylli, ta dëgjonte fshati, ta dëgjonte lumi i bardh. Mori gotën e kafes, zuri vendin pranë Arianit mbi pragun e derës, Besa vaproi nga obori dhe u hodh mbi gjunen në saj me atë të mosditë tipike të fëmijëve, pa pyetur, pa lajmërim, me besimin absolut se aty ka vend. Dhe ata 3 qëndruan kështu, mbi pragun e derës, me kafen e ngrohtë, me fshatin duke u zgjuar rreth tyre dhe malin e madh mbi ta, dhe lumi i bardh kishte atë heshtjen e re, atë heshtje që nuk ishte si e vjetra. Ajo heshtje e re kishte emër, quhej Paqe. Jo paqja e frikës, jo heshtja e atyre 2 anëve të sheshit ku secila qëndron në këndin e vet duke shmangur tjetrin. Jo paqja e lodhjes, jo ajo qetësi kur njerëzit ndalojnë luftën, jo sepse u pajtuan, por sepse u raskapitën, por paqja e vërtet. Ajo paqe e rrallë dhe të çmuar që vjen vetëm kur 2 zemra zgjedhin me vetdije, me dhimbje, me dashuri, të lënë të vjetrin dhe të ndërtojnë të rinj. Kishte kushtuar vite largësie dhe net pa gjumë dhe dhimbjen e fajt dhe ndarjen nga rrënjët. Kishte kushtuar guximin e 2 të rinjve që vendosën se dashuria e tyre kishte vlerë more se frika e trashëguar dhe tradita. Por kishte vlerë çdo moment dhimbje, çdo net pa gjumë, çdo lotër e heshtur, sepse Besa rritej e lirë, pa barrën e gjakut të derdhur para lindjes së saj, pa zinxhirët e urrëties të trashëguar, pa mësimin e parë të fëmijërisë se ky është armiku ynë. Besa do të rritej e lirë. Rritej duke njohur të 2 gjyshat, duke ecur nëpër të 2 oborjet, duke e pasur të plot familjen, jo gjysmën e saj, për tërsinë. Dhe kjo, ajo liri e Besës, ajo liri e fëmijës që lind pas çdo lufte të vërtetë të zemrës, ishte dhurata e madhe. Ishte arsyeja pse gjithë ajo rrugë kishte kuptim. Arbesa piu kafen, edhe shikoi malin dhe ndjeu diçka si plotësi. Jo plotësia e ngopjes, por plotësia e dikujt që ka ecur gjatë dhe ka arritur, dhe di se rruga ka qenë e duhura. Ariani foli ngadalë, pa e kthyer syt nga mali. Sot bën mot të mirë. Arbesa pa lart, qielli ishte i kaltër i thellë, pa re, me atë kaltërsi të pastër të pranverës, kur ajri është i larë dhe i freskët. Po, tha ajo, bën mot të mirë. Dhe Besa, mes tyre, qeshi sërish, ato qeshje e lirë e pakujtuar, dhe fshati u zgjua,
dhe oxhaqet fishkëllyen, dhe zogjt kënduan, dhe lumi i bardh filloi ditën e tij si çdo ditë tjetër, por jo si çdo ditë tjetër, si ditë e re. Kjo ishte historia e Arbesës dhe Arianit, dy njerëz nga dy anë të së njëjtës urrejtje që gjetën njëri tjetrin dhe gjetën guximin të zgjidhnin ndryshe. Historia e tyre na tregon se traditat mund të jenë të bukura, por kur tradita mban dhimbje dhe jo dinjitet, ka guxim të madh në atë njeri që thot, unë zgjedh ndryshe. Nuk është lehtë, ka çmim, por ka edhe shpërblim, dhe shpërblimet e mëdha gjithmonë kanë çmimin e tyre të vërtet. Nëse kjo histori ju preku në zemër, shkruani në komentet çfarë ndjet, dhe nëse ju ka ndodhur ndonjëherë të duani dikë kur bota thoshte jo, ju dëgjoj. Historia juaj ka vlerë.